Një aksident tragjik rrugor ka tronditur qytetin e Vlorës dhe gjithë opinionin publik. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pak pas mesnatë rreth orës 00:15, ku ka humbur jetën 17-vjeçari Leonardo Shametaj. Humbja e jetës një moshë kaq të re ka shkaktuar dhimbje të madhe tek familjarët, miq dhe bashkëmoshatarët e tij, ndërsa qytetarët e Vlorës shprehen të tronditur nga ky lajm i hidhur. Qytetarët nënvizojnë me shqetësim se numri i aksidenteve rrugore është rritur ndjeshëm muajt e fundit, duke kthyer qarkullimin rrugor në një problem serioz për sigurinë publike. Ata kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa konkrete për të shmangur ngjarje të tilla tragjike. Sipas qytetarëve, një pjesë e mirë e aksidenteve ndodhin për shkak të pakujdesisë së drejtuesve të mjeteve, të cilët shpesh qarkullojnë me shpejtësi tej normave të lejuara ose nën efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike. Mora vesh, po gjuna. Pse ti merret jetë aty? Nuk ka, në Shqipëria nuk është problem i madh. Ore, prit jetën dhe ja ikuaj, gjuna, të masë jetën një fëmijë 17 vjeç, halli madh. Shumë problem. Po pa tjetër shqetësuese, mirë ai dhe mirë familja e tij dhe çfarë themi, nëse ka dikush në dorë dhe i mori jetën, çfarë themi, gjuna. Shpesh drejtojnë dhe automjetet në gjendje të dehur. Po, ajo është akoma më e keqe. Ajo është akoma duhet një kontroll më i madh akoma, që të mos ndodhin këto gjëra. Po, shumë e rëndë, shumë e rëndë. Dhe për ne që dëgjojmë, jo për familjen e, për jetën e tij. Çfarë masash duhen marrë pasi ka drejtues mjetësh që drejtojnë në gjendje të bukur? E di, jo të dehur, po dhe të pa dehur na shtypin rrugës. Aq fluturojnë. Kështu që duhet një çek. Po, duhen marrë masa. Duhen zbatuar masat, se masat i kanë, po nuk i zbatojnë. Bëjnë se hirë. Nuk ka fjalë të thuash. Ikin pa mendje, ikin pa përgjegjësi, nuk di ç'të të them sinqerisht. Çfarë gjuhë tu flasësh që të kuptoj ky popull? Duhet të jenë të kujdesshëm. Jo të dehur, po pin drogë, se i dehur i dhe regjistron. Po pin drogë. Mua më ka ndodhur mua disa herë që më kanë thënë na fal, disa herë. Po, disa herë më shpëtoft Zoti se fëmia më porosisi të lutem, po çfarë të lutem? Nuk e di, policia. Në rrugën tuaj dhe Po, te vizat e bardha, te vizat sinqerisht unë jam shumë e kujdesshmja. Si më le pa fjalë, o Zot. Nuk e di, ti ruaj Zoti, po dhe Zoti çfarë do bëj kur s'ka në mendje. Shumë keq. Zoti i ndihmoft të pruf të mendje në vend. Në Vlorë, po. E morën vesh, keq na vjen, po. Just. Njerëzit janë pa kujdesshëm. Mungojnë edhe disa rregulla brenda qytetit, semaforët për shembull, që janë të instaluar me sa dim ne, nuk po ndihet njëri i vërin punë. Por drejtojnë dhe automjetin gjendje të dehur apo jo? Po edhe ato janë droga, alkooli, influencojnë kanë atë koston e tyre, po. Çfarë themi, me keqardhje i shikojmë në televizor këto gjëra që ndodhin, po kjo është edhe pakujdesia e atyre që lëvizin me mjete. Jo me alkoolera, jo shpejtësia, këto i aksidentet e shumta janë në këto. Shpejtësia dhe alkooli, nuk ka mundësi të mos ashtu. Keqardhje për ato djalë i ri, ku do që pam lajmet sot. Ditë për ditë po ndodhin shumë aksidente, kështu që edhe policia duhet të jetë çik më e fiksuar për këto punë, me kontrollet me të tëra, po edhe vetë populli duhet të ketë kujdes kur ato kalimet, sepse ndodhin këto puna në çdo vend, po me keqardhje i presim këto gjëra, me keqardhje. Ngjarja tragjike humbjes së jetës së Leandro Shametajt sjell edhe një herë në vëmendje nevojën urgjente për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj sigurisë rrugore dhe forcimin e kontrollit ndaj drejtuesve të mjeteve që rrezikojnë jetën e tyre dhe të tjerëve.